Ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam, sa pasuri e mirë është ajo e cila është në dorë të njërit mirë. Nuk ka më mirë se kur një pasuri e mirë e halal është në dorë të njërit mirë. Që kjo është kombinim më i mirë i mundshëm. Pse a ka mundësi me pas tjera kombinime? Po, një pasuri halal në dorë të njërit haram. Që është pasuri halal? Baba u lodh, ka fitu halal, djale ka të rëzhëgu e qënë poshtë. Në për punë, liga, punë të shia. Që kjo është e keqe? Do, pasuri e mirë, e fitu me halal, po e keqëpërdor me në haram, punë të liga. Ose pasuri haram e ndorë të njerit mirë. Për shambull, e prish njerin e mirë, pasuria haram e prish njerin. Një kafshat haram e prish njerin. Kombinimi keq. E kombinimi më i keq është kur pasuria është haram, ndorë të njerit haram. Që kërë me a keq e mundshme. Dhe kombinimi më i mirë është që kjo i pari, që tha pejgamberi, pasuria e mirë, halal, ndorë të njerit mirë. Ndorë besimtarit, ndorë të ati që matë pasuri, Allahu në fundran. Allahu në adhuran, tjertë e një man, që është me mirë e mundshme.